Komisioni i ligjeve kaloi aktin normativ për lirimin e shtëpive të ish-pronarëve, ndërsa opozita votoi kundër. Ministri i Punëve Publike dhe Transportit Sokol Oldashi tha se akti synon të vendosë barazim mes qytetarëve. Si kundërtha ai, një pjesë e mirë atyre që ende nuk i kanë liruar këtë shtëpi e bëjnë përqendrime klasore, çfarë ka provokuar dhe reagimin e Partisë Socialiste. Të diskutojmë dhe të gjejmë një zgjidhje duke i ngarkuar, jo duke përplasur grupet shoqërore, po duke i ngarkuar qeverisë barën që të gjejë zgjidhje për familjet që sot banojnë ato shtëpi. As me kredi, as me azil, as duke i nxjerrë qellthapur, po duke ju gjetur qeveria shtëpi. Nuk e di mënyrën, gjejeni mënyrën. Ju harroni thoni që ka pallate në Tiranë që quhen pallatet e gjeneralëve. Dhe po ju rap një rast. I zoti ati pallati me mbiemër Hatibi u thirr në 44 për t'i marrë shtëpinë dhe nuk ju gjetën mas kockat. Dhe djali i këtij që ju zhduk i ati, ndërkohë që ishte në barkun e Ciamës, nuk arriti dot as një ditë vetme ta gëzonte këtë shtëpi. Dhe e bia e tij që ju zhduk i ati është sot 70 vjeçë. Në pamundësi për të marrë kredi, në pamundësi për të punuar, në pa të ardhurat të tjera, kalon për ditë përpara shtëpisë saj ku jetoni prap 75 vjeçë. Ju po thoni groposin i pronarët prap, lërin botrume prap, sepse ai është votues i Partisë Socialiste. Jo zoti, nuk është kjo drejtësia, nuk është ky shteti. E keni klasor qëndrimin. E keni me atë që kryetari juaj tha 3 vjet më parë në emision televiziv kur i doli përpara një përfaqësuesi i pronarëve. Qorrote partia jote i tha se diske punkto. Kjo është ajo po e thoni si ju sot prap. Akti normativ u miratua në gusht nga qeveria dhe u jep afat atyre që banojnë në shtëpitë e ish-pronarëve, që t'i lirojnë ato deri më 1 nëntor. Siç arsyetohet nga ekzekutivi, akti nuk cënon asnjë garanci apo siguri juridike për të pastrehet që banojnë në këtë prona, pasi kjo kategori ka qenë në dijeni të afateve ligjore, kur kanë kaluar 20 vite nga nisja e kthimit dhe kompensimit të pronave. Këtyre subjekteve u janë ofruar të gjitha mundësitë të aplikojnë për kredi për strehim me 0 interes, por pjesa më e madhe e tyre nuk ka paraqitur interes të tërheqë ato ose të paraqitet për aplikim. Ajo që nuk kuptoj unë është që për personat e moshuar pa akt ju nuk ofroni kredi. Ju ofroni vetëm një mundësi, të shkojnë në sistemin me qira në aty ku do t'i shoni ju. Ato rasti që thoni ju bëhet fjalë kur është i moshuar, pa lidhje familjare, jo në gjendje shëndetësore dhe pa dëshirë të deklaruar me shkrim për të sistemuar përmes programit kredive. Unë e kuptoj dhe mshurin që ju keni për një çift pensionistësh me 30.000 lekë të reja të ardhura në muaj, të cilët banojnë në një shtëpi për 6 dhoma e kuzhinë. Pronarët e këtyre shtëpive nuk dolën një ditë bukur me dëshirë. I morën pret zverku, s'ka pa lartë, i nxorën jashtë dhe thanë, këtu do vi shoku filan. Dhe shoku filan, që ishte zyrtari i lartë, e ka pensionin sot më të lartë se sa ish pronari që u rropat nëpër kanale gjithë jetën. Kështu që duhet na dhimbë të ata pensionistët e tjerë. Akti normativ është në përputhje me nenin 101 të Kushtetutës dhe të jurisprudencës së gjykatës kushtetuese.